Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Përshëndetjet tona të sinqerta mbi vullën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona njihe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes virtyteve të tij dhe kemi ardhur tek mësimi 48 ku autori pra Imam Tirmidhiu na flet për moralin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Në dersin e kaluar vëllezër kem treguar se Imam Tirmidhiu në këtë kapitull ka sjell plot 15 hadithe që flasin për moralin e njeriu më të dashur të Allahut të lartësuar, imamin e gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe një pjesë të këtyre haditheve në dersin e kaluar e kemi lexuar dhe ka mbetur pjesa tjetër e haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam ku me lejen e të Madhit Zot sonte do ta përmbyllim edhe këtë kapitull. Pra, Imam Tirmidhiu vëllezër po na flet për personin apo njeriu të cilin e ka përsosur i Madhi Zot me virtyte dhe me morale të larta. Pra, pikrisht mu ashtu siç thotë edhe Allah subhanahu wa taala tek surja Qalam ajeti numër 4 dhe me të vërtet ti je me virtyte të mëdha. Dhe autori o vëllezër e nis këtë pjesë të mbetur të haditheve me hadithin 351, të cilin e transmeton Hasan ibn Aliu, pra nipi i pejgamberit, djali i Aliut radhiyallahu anhu, i cili thotë se e kum pyetur babën tim për të treguar për fizionomin, cilësitë, dukjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe autori pra Imam Tirmidhiu vëllezër këtë hadith e ka përmendur në disa kapituj të tjerë, sepse aty përmbledhet edhe morali, aty përmbledhet edhe pra urtësia, thjeshtësia e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe na kemi treguar në derset e kaluara për derexhen e këtij hadithi. Mirë po disa prej gjërave të cilat nuk janë përmendur në derset e kaluara, pra do t'i përmendim në pika të shkurtura, sepse ky hadith i Hasan ibn Aliut radhiyallahu anhu është hadith i gjatë. Për tyre është përmend se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ka qenë i buzëqeshur. Pra pejgamberi alayhi salatu wasallam vëllezër kur i ka taku të tjerët, i ka taku me fytyrë të buzëqeshur. Pra ka qenë fytyra e tij e buzëqeshur. Madje pra pejgamberi alayhi salatu wasallam vëllezër i ka prit njerëzit me fytyrë të hapur. Jo vetëm që ka qenë i buzëqeshur, por fytyra e tij ka qenë edhe e hapur, ka qenë i thjeshtë me para tyre. Dhe ka tregu moralin më të lartë për të cilin është cilësu apo e ka cilësuar Allah subhanahu wa taala dhe ka qenë shumë modest kur i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka nejt më të tjerë. Pra i dërguari i Allahut o vëllezër nuk ka qenë asnjëherë arrogant dhe as që ka qenë i ashpër me të tjerët. Ata të cilët kanë ulur apo kanë qëndruar në mezhlise me pejgamberin alayhi salatu wasalam e kanë vrejt se sa i thjesht dhe sa modest ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe pikrisht Allah i lartësuar vëllezër e ka lavdruar urtësinë, modestinë e tij tek fjala e tij tek surja Ali Imran ajeti 159 ku thotë i Madhi Zot në sajtë të mëshirës së Allahut u solle butësisht me ta o Muhammed, e sikur të ishe i ashpër dhe i vrasht, ata do të largoheshin prej teje. Pra, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë arrogant, nuk ka qenë i ashpër me të tjerët. Nga se zemra njeriu nuk e pranon arrogancën. Shoqërimi nuk e pranon mu shoqëruar robi me njerëz të cilët arrogant. Pra i dërguari i Allahut nuk ka qenë kështu. Por nëse të tjerët kanë qenë arrogant, profeti i Zotit ata i ka prit, i ka nderuar. Edhe ju ka fjalë të buta dhe fjalë të mira, sikurse kemi treguar dersin e kaluar hadithin e Aishës radhiyallahu anhu. Sepse arroganca bën që të tjerët ty mos me dash. Nuk është arroganca vetëm të shprehurit, por arroganca është edhe në veprimet e tua, në veprat e tua, gjë që bën që shoqëria pastaj ty mos me të pranu dhe mos me ndëgju fjalën tënde. Sikurse ka ardhur hadithi i cili është tek Imam Muslimi, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Aishës, pra nënës së besimtarëve, gruas së tij dhe i thotë: "O Aisha, vërtet Allah është i butë dhe do butësinë." O Aisha, Allah është i butë dhe do butësinë. Pastaj thotë: "Allahu jep përmes butësisë atë që nuk e jep përmes vrasësisë."
Pastaj e vazhdon i dërguari Allah duke thënë, dhe çfarë nuk jep përmes asgjë tjetër pos për butësisë. Pra çdo gjë që jep Allah i lartësuar e jep nëpërmjet butësisë së tij. Dhe këtë hadith pra është për haditheve të sakta që e gjejmë edhe tek Imam Muslimi. Po ashtu Aisha radhiyallahu anha vëllezër na tregon se i dërguari Allahut ka përmend hadithin e Imam Buhariut, nuk gjendet butësia në ndonjë gjë veç se zbukuron atë. Pastaj vazhdo duke thonë se nuk hiqet butësia prej ndonjë gjëje veç se ka me shumtu atë. Pra i dërguari Allahut, pos që ka qenë i butë me të tjerët, ajo vëllezër asnjëherë nuk e ka ngrit zërin. As që ka bërtitur, e ka dëgju ai i cili ka qenë afër tij, ndërsa ai i cili ka qenë larg tij nuk e ka dëgjuar, sepse Allahu kështu e ka urdhëruar. Dhe ju e dini këshillën e Lukmanit kur ja jep djalit vet, sikurse e ka përmend Allahu në Kur'an tek surja Lukman 19, ku thotë i modhi Zot, ec me kujdes, e modest, e fol me Zot hulët, se zëri më i vrasht është zëri i gomart. Pra i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka ngrit zonin. Andaj duhet me pas kujdes edhe ne o vëllezër, kur komunikojmë me një tjetrin, mos me ngrit zonin. Ose kur është raporti yt me prindrit e tu, mos me ngrit zonin. Edhe nëse nuk të pëlqen diçka, edhe nëse shes se ai ka fol gabim, mundohu në mënyrën më të mirë, më të butë mundshme me ja thonë, me ja kthy, me ja vërtetu, sepse kjo bën që ai pastaj me të dash ty dhe më u kthy tek ti, sikurse që e përmend Aisha radhiyallahu anha për një person kur ka ardhe ka trokit në derën e pejgamberit alayhis salatu wasallam, dhe i dërguari Allahut ka thonë, nuk është burr i mirë ky, dhe e ka qel derën dhe e ka pranuar me fytyrë të qel, i buzëqeshur, i ka bëu mohabet, edhe më pastaj ka dalë prej shtëpisë dhe Aisha radhiyallahu anha e çuditur i thotë, ja Rasulullah, thotë, çam ndodhi me ty? Ti për këtë person the kështu, thotë Aisha, nëse unë nuk e pranoj, kush do të pranoj? Pra kur ti sillesh mirë me të tjerin dhe sillesh butë me të tjerin, kur ai është i vrasht, dije se ti kemi afry zemrën me lejen e Allahut dhe kime përfitu, edhe kime afru. Kështu ka qenë pejgamberi i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, nuk ka qenë edhe koprac i dërguari i Allahut. Pra, çdo gjë që ka pas prej mallit vet e ka dhënë për hir të Allahut, e ka dhënë për hir të Zotit. Kush ka ardhur tek dera pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe ka kërku, i dërguari i Allahut nuk e ka kthy prapë. Ka dhënë, nuk e ka pas as pak frikë fukarallëkin, sikurse që do të na vjen neve hadithi i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Por nëse nuk ka pas çka me i dhënë i dërguari i Allahut, ai e ka prit lypsin me fjalë të mira. Ja ka zbut zemrën. Do të na vjen hadithi tjetër ku tregohet se ka kërku dikush për pejgamberit alayhis salatu wasalam, nuk ka pas se çka më dhon, ka thonë shkon treg, merr çfarë ke nevojë me marr dhe borxhi është jam. Kështu ka qenë pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhis salatu wasalam. Pra pejgamberi alayhis salatu wasalam, prej mallit që ka pas, prej pasurisë që ka pas, e ka dhënë për hir të Allahut. E ka dhënë atë që e ka pas, e ka dhënë. Pra nuk ka prit me i mbet malli aty, por e ka dhënë për hir të Zotit, sepse kështu e ka qenë vend porosinë e Allahut të lartësuar, si thot i madhi Zot tek sura Isra ajeti 28, thot, nëse detyrohesh t'u kthesh shpinën atyre, duke kërkuar mëshirën, të cilët shpreson nga Zoti të furnizim për t'i ndihmuar ata, atëherë thuju atyre fjalë të mira dhe të lehta. Pa i dërguari i Allahut kur ka pas me dhon ka dhon, kur nuk ka pas me dhon o vëllezër, siç tha më lart, i ka prit me fjalë të mira, u ka zbut atyre zemrën dhe i ka përcjell me dashuri dhe mirësi prej shtëpisë së tij. Pra, pejgamberi alayhis salatu wasalam, pos që ka dhon për hir të Allahut, ai ka qenë i durueshëm. Ka duru shumë o vëllezër. Ju e dini se çfarë i kanë bëu aty në Mekë. Gjithë e dini historinë e tij se çfarë kanë fol dhe i kanë bëu pejgamberit alayhis salatu wasalam. Mirë po, kur është kthyer në Medinë, pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë i durueshëm ndaj beduinëve, malokëve, sepse natyra aty me ka qenë e vrasht. Dhe kur kanë ardhur në xhamin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, kanë fol me Zot lart edhe janë sjell vrasht me pejgamberin alayhis salatu wasalam, ndryshe nga shokët e tij, nga sahabët, të cilët ishin edukuar në të kundërtën e vrashtësisë. Pra janë edukuar të jenë të përulur. Pra ta nderojnë profetin Allahut Muhammedin alayhis salatu wasalam. Pra sahabët o vëllezër, kur kanë prezantuar mezhliset e tij, pra mezhliset e pejgamberit alayhis salatu wasalam, kokat e tyre nuk kanë lëvizur, saqë
po të u vendoseshin mbi kokat e tyre, shpezet, pra pllumat, nuk do të lëvizshin. Dhe ju e dini se pllumat, shpezet vendosen me një vend ku nuk lëviz, sepse tutët. Kështu kanë qenë kokat e sahabe, pra mezhliset me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe gjithmonë nuk kanë fol, vetëm atëherë kur i është dhënë leja nga i dërguari i Allahut, apo kur e ka mbaruar i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këshillën, kanë këshyr kush është më i madhi dhe me fol me të dërguarin e Allahut Muhamedin alayhi salatu wasallam. Mirë, po në anën tjetër sahabët kanë pas dëshirë kur kanë ardhur beduinët, sepse e kanë pyet pejgamberin e Zotit dhe pastaj edhe sahabët kanë përfituar prej pyetjes që i është bë profetit dhe kanë përfituar prej dijes që i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra i është përgjigjur dhe e ka këshilluar atë rob Zotit. Edhe autori e sjell hadithin 352 prej Xhabir ibn Abdullah, dhe hadithi është tek Imam Buhari dhe Imam Muslimi, ku thotë se asnjëherë nuk i është kërkuar diçka pejgamberit Zotit dhe thotë jo. Sa herë që dikush ka shku dhe i ka kërku pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk i ka thonë jo. Mirë po, do të shohim pak më vonë se ka raste ku i dërguari i Allahut i ka thonë jo. Nuk ka pas mundësi dhe i ka thonë jo. Pra nëse dikush ka trokit në derën e pejgamberit ose ka kërku diçka prej pejgamberit alayhi salatu wasalam, i dërguari i Allahut nëse ka pas nuk i ka thonë jo, ja ka dhënë atë që ai e ka kërku. Sikur se tregon hadithi Enesit radhiyallahu anhu, dhe hadithi është tek Imam Muslimi, ku thot Enesi se për pejgamberin alayhi salatu wasalam nuk është kërkuar diçka pejgamberit Zotit për të mirën e Islamit e të mos e ketë dhënë i dërguari i Allahut. Kështu që një ditë erdhi një person dhe i dërguari i Allahut ja dha një kope delesh, një numër të madh të deleve, sa hapësira thot mes dy kodrave. Dhe në atë rast ky u kthy tek populli vet me delet që i mur për pejgamberit Zotit dhe ju tha: o ju njerëz, bonu musliman, sepse Muhamedi po jep prej pasurisë së tij, saqë nuk e ka as pak frigën e fukarallëkit. Pra po jep ke atë shumë mall, nuk po tutke prej fukarallëkit. Ka një hadith tjetër që është tek Imam Buhariu, prej Sahlit radhiyallahu anhu, i cili thot: një ditë për ditëve, përderisa ishin me mezhlis të pejgamberit të Zotit, erdhi një gru dhe ja pruni pejgamberit alayhi salatu wasalam një pelerin dhurat. Dhe i tha: ja Rasulullah, këtë pelerin ta kum qëndis, ta kum marru dhe punu me durët e mia. Andaj dëshiroj që ti këtë pelerin me vesh. I dërguari i Allahut e mur këtë pelerin prej kësaj grue. Vërtet pejgamberi alayhi salatu wasalam, siç thot Sahli radhiyallahu anhu, thot kishte nevojë për ta veshur atë pelerin dhe i dërguari i Allahut të shkon në dhomën e vet dhe e vesh pelerinën dhe kthehet me mezhlis tek na. Sepse kishte nevojë për të. Dhe thot një prej sahabëve, shokëve të tjerë, kur e pa të dërguarin e Allahut të veshur me pelerin dhe i tha: o i dërguari i Allahut, apo ma fal këtë pelerin. Edhe pse kjo gruaja e kishte pru dhurat profetit Zotit, ai e kërkoi për pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe i dërguari i Allahut i tha: kam ta dhon. Edhe pse ai ka pas nevojë dhe i dërguari i Allahut shkon në dhomën e vet për me heq pelerinën, ndërsa sahabët e tjerë i than: ti e ke ditë që i dërguari i Allahut ka pas nevojë për këtë pelerinë. Pse ja lype kur e dishe që i dërguari i Allahut kur ti kërkon për ti ai ta jep. Thot: pashat mallin Zot, thot unë nuk e kum kërku këtë pelerinë për me vesh në trupin tem, por thot e kum kërku këtë pelerinë që mu kon qefin për mu kur des. Dhe thot transmetuesi vërtet kështu ka ndodhur, domethënë ajo pelerinë e pejgamberit Zotit ishte qefin për të. Hadithi është tek Imam Buhariu. Çfarë kuptojmë për këto tre haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Kuptojmë vëllezër se sa dorëdhënës, sa i mëshirshëm ka qenë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ka pas nevojë për veten e vet, ndërsa ai i ka dhënë përparësi tjetrit para vetes së tij. Siç ka ardhur një hadith nga Ebu Said al-Khudriu, i cili thot, hadithi është tek Imam Muslimi, se disa prej ensarëve erdhën tek i dërguari i Allahut dhe kërkuan diçka prej mallit. Dhe i dërguari i Allahut ju dha. Dhe përsëri erdhën dhe përsëri kërkuan. Dhe përsëri i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam ju dha prej pasurisë së tij, derisa ju harxhu më mallin, nuk kishte se çfarë për t'ju dhënë. Dhe në atë rast i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: të mirat që i kam unë nuk i kursej për juve. Nëse kam, u ajap. Mirë po të ta dini, ai i cili i përmbahet lypjes, nuk lyp,
Allahu ko me pasuru shpirtin ati. Ai cili është i mjaftum me pasurin që e ka, thot Allahu ko me bo të pasër. Ndërsa ai cili tregohet durimtar, Allahu ko me bo të dërushëm. Dhe pastaj thot i dërguari Allahut, as kujt nuk është i dhënë diçka më e mirë dhe më e çmuar se sa durimi. Kështu ka qenë pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhi salatu selam në raport me mallin e vet, kur të tjerët kanë kërku nga i dërguari Allahut. Mirë po, tham, a ka pas raste ku i dërguari Allahut ka thonë jo? Po, ka pas raste ku i dërguari Allahut ka thonë jo. Kur? Vërtet kur nuk ka pasur dhe nuk i ka pasur mundësi për t'i ndihmuar. Dhe kjo ka ndodhur një prej betejave të muslimanëve dhe i dërguari Allahut jep urdhër që muslimanët mu bë bashkë dhe me shku në betejë në luftë. Dhe disa prej muslimanëve të sinqertë kanë ardhur dhe i kanë thonë, ja Rasulullah, nuk kemi se me çka me shku në luftë. Pra nuk kemi kafsh, nuk kemi kuaj, nuk kemi deve, nuk kemi gomar. Edhe na ndihmo ti neve që edhe ne po kem qef me shku me luftu në rrugën e Zotit. Edhe këtu i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë jo, se nuk ka pas, domethënë ju dhon atyre burrave të sinqert kafsh për me prezentu në betejë me pejgamberin e Zotit Muhammedin alayhi salatu wasalam, sikurse i madhi Zot tregon tek surja Taube, ajeti 92, thot Allah azza wa jalla thot nuk ka çrtim mëkat, do thon për ty që i ke kthy prap, dhe as për ata që kur erdhën te ti për t'i bartur ti ata me kafsh, u the nuk kam se me çka t'ju bart, ata u kthyen prej pikëllimit, se s'kam pas me çka me shku në luftë, janë kthyt pikëlluar, dhe nuk kishin se me çka me përgatit ata veten e vet, me prezantu me ty në betejë në luftë, saqë thot prej syve të tyre rrjedhin lot. Pra kanë vajtu, pse? Se nuk kanë mujt më bashkangjit pejgamberit alayhis salatu wasallam, po të njëjtën kohë i dërguari Allahut nuk ka pas mundësi as edhe me ju ndihmu. Pra, ka pas raste ku pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhis salatu wasallam ka thonë jo, nuk kum pas mundësi me i ndihmu. Pastaj autori na sjell edhe hadithin 353 që transmetohet prej Abdullah ibn Abbasit, i cili thotë se pejgamberi alayhis salatu wasallam ishte njeriu më bujar. Por gjatë muajit të Ramazanit ishte edhe më bujari. Pastaj vazhdon duke thonë për faktin se atëherë i vinte Xhibrili, para të cilit pejgamberi alayhis salatu wasalam e lexonte Kur'anin, dhe kur e takonte Xhibrilin, i dërguari i Zotit ishte më bujar se sa era e lirë e cila e sjell bereqetin dhe e sjell begatit. Këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu dhe tek Imam Muslimi. Pra, në këtë hadith sharohet bujaria, sakrifica dhe dordhënia për hir të Allahut nga ana e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Pra, i dërguari i Zotit ka qenë më bujari, më madhështori sa i përket dhënies për hir të Allahut. Pra, ka shpenzu gjithë atë mall dhe atë pasuri që e ka pas i dërguari i Allahut. Pra, i dërguari i Allahut të vëllezër ka dhuruar mall dhe pasuri sikurse që dhurojnë mbretërit. Pra, çdo gjë që i ka ardhur për pejgamberit alayhis salatu wasalam e ka dhënë. Menjëherë ka dhënë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa kishte raste ku i dërguari i Allahut ka flet me bark të shprast të uritur. Kishte raste ku i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej dhimbëve të mëdha që ka pasur në bark e ka lidh gurin. Kishte raste ku i dërguari i Allahut ka dhënë në rrugë dhe ka prit mos dikush prej save po e thirr dhe po e merr në konak me dhënë me ëngër, siç është hadithi i pejgamberit Zotit dhe ndodhia mes tij e Abubekrit dhe Omerit, dhe i dërguari i Allahut thotë, çka ju ka qit juve në rrugë, thotë ajo që të ka qit edhe ty i dërguari i Allahut. S'kam pas çka me ëngër. Ka dalë në rrugë dhe pastaj i ka gostit një prej save dhe hadithi është pak më i gjatë. Pra, pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë i përkryer në cilësitë e tij, në moralin e tij, në sjelljet e tij të bukura, sikurse që ka qenë më i ploti në adhurimin kashi Allahut subhanahu wa taala, sikurse ka qenë më i devotshëm në Allahun e lartësuar dhe ka qenë për atyre që më së shumti e ka pas frikë Allahun subhanahu wa taala. Ky ka qenë i dërguari i Allahut pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë thot hadithi? Por gjatë muajit të Ramazanit ishte më bujar. Gjatë muajit të Ramazanit ishte më bujar. Kjo pjesë e hadithit është argument o vëllezër se muaji i Ramazanit është muaji i shpenzimeve. Është muaji i dordhonjes për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj, sikurse kanë përmend disa prej parëve tonë të mirë dhe kanë thonë kur hynte Ramazani,
Kur hyn te Ramazani kanë thonë, atëherë Ramazani është muaji i Kuranit dhe është muaji i dhënies së ushqimit të tjerëve. Se kështu ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pastaj thot hadith, kur i ka ardhur Xhibrili pejgamberit alayhi salatu wasalam në Ramazan, e ka këndu Kuranin para tij. Pra, përmend që e ka ditë i dërguari i Allahut Kuranin, e ka thonë para Xhibrilit alayhi salatu wasalam. Dhe pastaj, mas takimit me Xhibrilin alayhi salatu wasalam, thot ka qenë më bujar se sa era e lirë që i sjell begatit. Dhe ju e dini se Allah i lartësuar e çon erën me mirësinë dhe begatinë e tij, sikurse që e çon erën edhe me dënimin e tij. Pra, era që është përmendur në këtë hadith është era begatisë dhe është era mirësisë, e cila e sjell shiun. Dhe në momentin kur zbret shiu, gjithë përfitojnë tokat, përfitojnë shpezët, përfitojnë njerëzit. Krejt përfitojnë kur Allah Azza Xhela e dërgon shiun. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam, mas takimit me Xhibrilin, ka qenë më bujari se sa kjo mirësi e erës e cila e ka sjell shiun. Pra edhe më bujar se sa shiu. Në çka? Në dorëdhënie për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe autori na sjell hadithin 354 nga Anas ibn Malik, i cili thotë se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ruajtur asgjë për të nesërmen. Nuk ka ruajt asnjë sen. I ka ardhur në shtëpi, e ka shkep për hir të Allahut. Pra, i dërguari i Zotit nuk ka deponu për veten e vet diçka për me rujt. Dhe kjo është një tregues shumë i madh që tregon për bujarin, fisnikrinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe që tregon për tevekulin, mbështetjen në Allahun e lartësuar që e ka pas i dërguari i Allahut. Nuk e ka pas as pak frikë kën fukarallëkin, sepse e ka ditë se risku është në dorën e Allahut subhanahu taala. Por a ka pas raste që i dërguari i Allahut ka rujt mall për ushqimeve? Po. Kur ka të bëjë me familjen e tij. Për veten e vet nuk ka rujt. Ndërsa për familjen e vet, po, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka deponuar prej mallit, sikurse ka ardhur hadithi i saktë tek Imam Buhariu, ku tregon Omeri radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i shiste hurmat e fisit Benu Nadir dhe kur sente për familjen e tij ushqim që i mjaftonte atij për një vit. Ndërsa me hadithin e Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu, Sa'di ka qenë një prej sahabëve shumë pasër. I ka dhënë Allah shumë pasuri. Mirë, po nuk ka pas trashëgimtar pas se një çik. Domethënë atë çik e ka pas, edhe është smu rond dhe i dërguari i Allahut ka shku për me vizitu Sa'din. Hadithi është tek Imam Buhari dhe Imam Muslim. Dhe i ka thonë pejgamberit Zotit, ja Rasulullah, ka thonë, po du me dhonë 1/3 e mallit për hir të Zotit. I dërguari i Allahut ka thonë një. Ka thonë atër, po du me dhonë gjysën e mallit për hir të Allahut. Përsëri pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thonë një. Dhe në fund i thotë, ja Rasulullah, po du me dhonë bile 1/3. Ka thonë edhe kjo është shumë osat. Pastaj çfarë thot pejgamberi i Zotit? I thotë, milion mall dhe pasuri trashëgimtarëve tu, që ata me kon të pasër, është shumë ma mirë për familjen tënde dhe për ta, se sa ata me dalë dhe me lyp nesër para të tjera. Pra i dërguari i Allahut nuk i ka thonë Sa'dit mos me dhonë, por jo me shpenzu këtë pasurinë. Sepse mbetën keq kush, njerëzit e tu, familjarët e tu. Më i mirë është ai i cili ka për të dhënë se sa i cili del edhe lyp. Pra edhe ky hadith tregon, domethënë, fisnikrin, bujarin edhe të sahabiut i cili e kishte mësu këtë zanat prej pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe autori na sjell hadithin 355 nga Omeri radhiyallahu anhu, i cili thotë se një ditë një person erdhe kërkoi prej pejgamberit alayhi salatu wasalam për t'i dhënë dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk pa se çfarë mi dhon. Prej pasurisë. Dhe i dërguari i Zotit i tha: shko në treg, merr prej mallit çfarë ti ke nevojë për me marë dhe borxhi është i jemi. Kur Allahut ma mundson mu dhe të ma lehtëson mu për me pagu, shkoj dhe e paguj. Omeri radhiyallahu anhu i thot: ja Rasulullah, thot këtë personi ke ndihmu disa herë, ndërsa shtash ti nuk i për mi dhonë, ndërsa Allah i lartësuar nuk ngarkon ty për te mundësive.
Dhe i të dërguarit Allahut nuk i pëlqej ky llafi Omerit. Ndërsa afër tyre ka qenë një ensar dhe e kanë dëgjuar këtë muhabet mes Omerit dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i kthehet ensariu dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, ndihmo edhe mos ke frikë se Zoti i Arshit nuk ka me ta paksu ty." Pra, po i thot: "Ja Rasulullah, jep për hir të Zotit se Zoti i Arshit nuk të bën ty fukara. Zoti i Arshit nuk të lën ty mongi, nuk ta mungon, nuk ta pakson, por vetëm sa ta shton." Pra, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na përmendën hadithe të tjera, ka qenë dordhonës i madh, malli nuk i ka mbetur aty në shtëpi, me njerë ka shkep. Pra, ky sahabi e ka ditë se depot e Allahut të lartësuar janë të mbushura, janë të furnizuara, nuk harxhohen kurrë, nuk shprazen kurrë, nuk paksohen kurrë. Dhe dora e Zotit është gjithmonë me mirësi dhe me begati për ato që jep. Pra, këto fjalë të këtij sahabiut, që ishin për fjalëve më të bukura dhe më të mëdha, që i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, mos u frikso se Zoti i Arshit nuk do ta paksoj, pra mos ke frikë fukarallëkun, se Allah është ai i cili ta pakson, Allah është ai i cili ta kompenzon dhe të furnizon ty, por vetëm jepe me sinqeritet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur i dëgjoi këto fjalë pejgamberi alayhi salatu wasalam, fytyra pejgamberit Zotit buzëqeshi prej gëzimit dhe buzëqeshja u vret në fytyrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe kjo është realitet, sepse kur dikush dikon e ndihmon, apo kur dikush dikujna i dhuron, apo kur dikush flet për dikon fjalë të mira, vrehet në fytyrën e tij. Pra, ai është i lumtur dhe është i buzëqeshur prej asaj çfarë ka marrë, prej asaj çfarë ka dëgjuar për të dhe prej asaj çfarë është ton për të. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasallam vëllezër i thot: "Me këtë të jam urdhëruar." I përgjigjet sahabiu dhe i thot: "Këtë që më thot ti, thot unë jam urdhëruar me këtë, me dhon për hir të Allahut subhanahu wa taala." Dhe unë ka thon, i dërguari i Allahut ka thon, nuk e kam frikë as pak fukrallëkin. Ka thon, jap për hir të Allahut subhanahu wa taala, sepse vërtet Allah azza xhela është ai i cili ma zaventson pasurinë e dhën, siç e përmendëm pak më herët, një tuf e ka dhënë me dhën, derisa ai tjetër ka thon, "Bonë musliman, shkon i mënë saj, nuk e kish frikë, Muhamedi nuk e kish frikë as pak pra fukarallëkin." Pikrisht më ashtu sikurse edhe na thot i madhi Zot tek surja Sebe, ai e kompenzon atë që jepni ju dhe ai është dhuruesi më i madh, ndërsa në hadithin e Imam Muslimit i dërguari i Allahut thot sadakaja nuk e pakson pasurinë, ndërsa në hadithin e Ebu Hurerës që e transmeton se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ky hadith është tek Imam Buhari dhe Imam Muslimi, thot çdo mëngjes në të cilën zgjohet robi, zbresin dy melek, njëri prej tyre lutet dhe thot: "O Allah, kompenzoj atij që jep", ndërsa tjetri thot: "O Allah, shkaktoj humbje kopracit pra atij i cili nuk jep." Dhe autori na sjell hadithin 357, hadithin e fundit prej këtyre 15 haditheve që flasin për moralin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Është hadithi i Aishës radhiyallahu anha, gruase pejgamberit, nënës së besimtarëve, e cila thotë se i dërguari i Allahut ka pranuar dhuratën dhe e ka shpërbly me të dhuruesin. Pra hadithi është tek Imam Buhariu. Pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka refuzuar dhuratën. Pa marrë parasysh çfarë është dhënë. Na kena përmend derisa të kaluara, nëse ju kujtohet, nëse i dërguari i Allahut është thirr në drekë ose ndarkë, edhe nëse ka thonë të kishte thundër të kafshës, do të shkoja dhe do të prezantoja në ushimin e tij, në drekën e tij. Pra asesi pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka refuzuar dhuratë normal, ajo e cila është halal. Domethënë nuk diskutohet pjesa tjetër. Pra i dërguari i Allahut e ka pranuar dhuratën. Pas që ka pranuar, ja ka kthy atij dhuratën ose me të njëjtën vlerë, ose me më të mirën se sa ajo që ka pranuar. Sepse prej sunetit pejgamberit është dhënia dhuratës dhe pranimi dhuratës. Jepni dhurata që të shtohet dashnia mes juve. Kështu ka thonë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sepse momentin kur ti e pranon dhuratën, e bën dhuruesin mundi i relaksuar, mu kënaq, pse se
ja ofrova një dhuratë filonit, ndërsa e pranoi për me, dhe kjo është kënaqësi, sepse ti e ke çmuar atë person dhe e ke pranuar prej tij, e ke pranuar prej tij dhuratën. Kështu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe kjo është tradita dhe udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në raport me njerëzit, në shpresë që në dersin tonë të radhës, në kapitullin e ri, ku autori na flet për turpin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah i nderoft, Allah i shpërblet në ndëgjim.